fakt apo është më shumë simbolik? Si do ta cilësoje? Unë do të thoja që ligji miratuar një ditë më parë, i cili sigurisht ka ardhur si rezultat i një procesi të negociuar, të kërkuar fillimisht edhe në kuadër procesit të antarësimit për Bashkimin Evropian, por edhe të kërkuar në praktik dhe të ndjekur në praktik nga organizatat e shoqërisë civile, kryesisht ato të medias. Sigurisht që nuk e ka arritur atë qëllimin që për të cilën u nis, sepse fillimisht kërkohej që ky ligj të depenalizoj totalisht, çfarë do të thotë të hiqej fare shpifja nga kodi penal dhe të parashikoj vetëm në kodin civil. Por sigurisht ndryshe nga sa është negociuar për gjatë të gjithë kësaj periudhe me organizatat e shoqërisë civile dhe një grup gazetarësh, sigurisht një gjë e tillë nuk ka ndodhur, madje në momentin e fundit ato si thuash propozimet apo kërkesat e gazetarëve dhe shoqërisë civile janë rrëzuar dhe ka dalë ditët e fundit, ka dalë një draft i maxhorancës dhe është votuar drafti i maxhorancës i cili ka qenë i pakonsultuar me aktorët e tjerë të shoqërisë civile dhe grupet e interesit. Po. Po të ndalemi pak tek ky draft pra që është miratuar, i cili do të jetë ligj tashmë, sepse ka marrë votat me kuvend. Unë do të thoja që situata sigurisht është rënduar akoma më shumë. Pse? Së pari ky ligj nuk e depenalizon shpifjen, ky ligj e rëndon pozitën e gazetarit. Aty thuhet në emër të pra përjashtohet gazetari nga shpifja, por vendosen disa kritere të tjera dhe këto kritere të tjera i japin kodit etik, pra e vendosin në fuqi, i japin fuqi ligjore, që për gazetarin është e pamundur që të respektojë në 100% në vetë kodin etik, dhe sigurisht po t'i marrësh një nga një element të atje. Po pse e rëndon më shumë kjo? Përse, do me thënë si e rëndon më shumë? Si ta kuptojmë? Çfarë ndodh tani? Do me thënë me këtë ligj çfarë ndodh tani? Si ishte dhe si është tani për një gazetar, për një shkrim, për një që konsiderohet shpifje për shembull? Çfarë ndodh këtij gazetari me këtë ligj? Po, në momentin që gazetari publikon një informacion të cilin ai nuk e dinte më parë që është i pavërtetë dhe që është shpifje, në momentin që merr dieni, ky gazetar nëse nuk e ka verifikuar sikurse duhej informacionin, tashmë ose nëse e ka verifikuar atë sipas parashikimeve edhe të kodit etik, ai tashmë duhet ta vërtetoj para gjykatës që e ka bërë këtë lloj vërtetimi në 1, 2, 3 apo më shumë burime, çka do të thotë ekziston rreziku që të ekspozohen burimet e gazetarit. Ky është një element i cili e rëndon pozitën e gazetarit. Sigurisht, nëse pasaj do flasim, a duhet apo jo dekriminalizuar shpifja në Shqipëri, sigurisht që unë kam opinionin tim për këtë çështje që nuk shkon me asnjë nga palët të cilët kanë qenë në proces negocimi, por një element tjetër për të cilin vështirësohet puna e gazetarit është regjistrimi. Sepse çfarë do të si kuptojmë këtë? Meqense sepse përmendet, domethënë edhe si ta kuptojmë dhe ne koncepti gazetarit të regjistruar dhe të njohur. Krijon kjo pasiguri në profesion? Çfarë do të thotë? Cilat janë këto? Që gazetari të përfitojë atë statusin që i kanë dhënë në funksion të këtyre ndryshimeve, gazetari duhet të jetë i regjistruar. Pra një gazetar që operon freelance, që nuk është i regjistruar në regjistrin që do krijohet në ditët në vijim, në mos gaboj, ai nuk i përfiton privilegjet e statusit të gazetarit. Por unë mendoj që do shkohet drejt një regjistrimi masiv. Pse? Sepse gazetarët do të jenë të pamundur të ndjekin aktivitetet, sidomos aktivitetet në kuvend, aktivitetet në kryeministri, nëse nuk regjistrohen zyrtarisht dhe të figurojnë me statusin e gazetarit. Pra në këtë moment ti çfarë bën? Bën një lloj ndarje,
dhe një lloj licencimi të atyre që janë gazetarë dhe atyre që s'janë gazetarë, pavarësisht se sot në perëndim... Ata që janë të regjistruar, Elvin, janë më të mbrojtur. Ata që janë të regjistruar janë më të mbrojtur, por ata që nuk janë të regjistruar janë të privuar për të ndjekur aktivitetet publike. Mirë, a ekziston frika se ky ligj mund të përdoret për të kontrolluar apo për të përjashtuar gazetarë të caktuar? Po, për shembull, personalisht unë nuk kam ndërmend fare që të regjistrohem, por në ato hulumtimet e mia sigurisht do t'i bëj sikur se kam vijuar t'i bëj deri më tani, por në momentin që unë më duhet një informacion për shembull për dëgjuar ose për qenë pranishëm në një komision parlamentar, sigurisht që unë privohem nëse nuk jam pjesë e këtij regjistri që do krijohet. E qartë, mirë. Mendoni se ky ligj do t'i ndalojë politikanët dhe zyrtarët të padisin gazetarët? A do ndaloj politikanët? Atëherë, nga të dhënat që unë kam deri më tani, pra gazetaria e cila është ajo me interes publik në kuptimin e investigimit, nuk është se ka vuajtur nga kjo. Ajo që ka vuajtur është ajo gazetari e cila më shumë ka qenë në kuadrin e opinionit, më shumë ka qenë në kuadrin e thashethemit, dhe ajo gazetari që ka publikuar ato informacione që ka qenë i pa verifikuar, sepse ka qenë në kufit e shpifjes, ndërkohë që në gjykimin tim, nga dhënat që unë kam, nuk ka informacion apo dhëna që të regjistruar pa di klasim signifikative, që të bëjnë ndryshime ligjore, por ato gazetarë që bëjnë një lloj raportimi shumë herë më të thelluar, sikurse është dhe televizioni juaj. Po, si mund të ndikojë kjo situatë ligjore tani në raportimin investigativ dhe kritik ndaj pushtetit? Po, sigurisht që elementi i parë është një lloj privimi, sepse ti që në momentin e parë që kërkon një lloj regjistrimi, sigurisht që disa dëshirojnë ta bëjnë një gjë të tillë, ndërkohë që dëshirojnë të përfitojnë ato elemente të statusit gazetarit, ndërkohë që sot në botë për shembull ka profesione, ka gazetarë që janë freelance. Koncepti freelance-it me këtë ligj bie dhe madje duhet të thënë që koncepti freelance-it sot është bërë gjithnjë e më i rëndësishëm, sidomos me shpërthimin e platformave të reja, që do të thotë jo domosdoshmërisht ke një media apo një medium tradicional ku ti publikon investigimin. Pra, në një farë mënyre ka një lloj censure që vjen edhe përmes këtij ligji. Nga pikpamja e shpifjes, unë mendoj se gazetaria profesionale sigurisht që janë rënduar pozitat e saj. Pse